ku jo vetëm punonësit e policisë janë dëmtuar për shkak se kanë qenë duke bërë detyrën për garantimin e sigurisë. Kjo shumë e nevojshme edhe për vetë protestuesit në ushtrimin e drejtës tyre paqësore, por sigurisht duhet ndajmë mes atyre që ushtrojnë një drejtë kushtetuese për të reaguar në mënyrë paqësore dhe dikujt tjetër të pakt, të cilët janë dokumentuar, janë procesuar dhe ndjekur penalisht nga Policia e Shtetit dhe Prokuria. Kemi patur dhe masa të konfirmuara edhe nga gjykata, bazuar në gjithë evidencat, përfshi dhe ato materiale audio, video të ofruar edhe nga mediat, ku për fat keq ka patur jo vetëm punonjës policie të goditur, por ka patur edhe punonjës të medias, gazetar, kolegë tuaj, operator, të cilët janë intimiduar, janë sulmuar, konfrontuar nga protestues të dhunshëm. Dhe kjo është fakt. Kjo është fakt publik, e kanë parë të gjithë. Prandaj unë mendoj që nëse ka diçka që të gjithë duhet bien dakord, është që sjellja e policisë së shtetit, për gjatë gjithë këtyre ditëve që ka qenë protestat, me gjithë provokimet, me gjithë gurët e hedhur, me gjithë akuzat, me gjithë baltën, e bërë në çdo qosht, në çdo media, në çdo rrjet social, kudo që ka qenë hapësira e mundshme, sjellja në fakt ka qenë shembullore. Kurrë më parë nuk kemi parë një sjellje kaq të matur, duke ushtruar durim, vetëpërmbajtje, edhe ndonse u është dashur të përballen me dhunë fizike nga protestues caktuar.